protesti që nuk ka fund. Rikthehemi miq të dashur, ishte goxha materiali gjatë në fakt, edhe pse të gjitha ishin të pa zhvilluara dhe të pa përfunduara. Është e çuditshme, veçanërisht në një vit post zgjedhor si ky që jemi, ka kaluar vetëm 6 muaj nga dita që mori 83 mandate kryeministri dhe asnjë nga projektet e tij të famshme as nuk është konkluduar, as nuk ka sjellur suksesin e premtuar dhe as nuk kanë mbajtur premtimet e tjera. Hysni Gurrën kam nga Syri.net për ta diskutuar. Mirëmëngjes Gurra, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Në fakt, të ftova ty se e di që i ndjek me vëmendje këto zhvillime, sidomos çështjet e projekteve, se vinë dhe njoftime të dedikuara nga ana e qeverisë në kështu rastesh. Pyetja ime është si ja del kryeministrit të mos bëj asnjë nga projektet me të cilat mburret dhe vet. Në fakt duhet kërkosh lajm është që djesh që Edi Rama ka majt në i premtim, ose ka thënë në një të vërtet, jo kur ka thënë gënjeshtra, edhe siç e dëgjuam dhe te materiali që këtu përmenden tren elektrik, përmendet rindërtimi. Vetëm pak ditë më parë na kemi raportuar edhe televizioni edhe webi, kemi raportuar për shtëpiat e kombinatit, për familje të tëra që janë akoma rrugëve, sidomos edhe tani në këtë mod. Pra janë 6 vite që nuk është përfunduar procesi i rindërtimit, që ky nuk ka lënë. Që i kishte lekët gati. I kishte lekët gati, i kishte të dhuruara lekët, nuk i kishte nga buxheti shumicën dhe nuk e ka përfunduar. Pra Edi Rama ka bërë program ekonomik dhe politik, se kjo është e çuditshme që mua më bën përshtypje shumë, ka bërë program politik dhe ekonomik vetëm 2013, kur ka ardhur në pushtet. Po. Para 2013. Para 2013. Para zgjedhjeve të 2013. 2017, 2021, 2025 Edi Rama nuk ka bë më asnjë projekt politik ose premtime. Ka bë vetëm andralla, ka premtu andralla. Një herë byreku, ka improvizuar edhe në takime. Një herë timoni, dhe çuditërisht ajo që duhet kuptojnë edhe shqiptarët është se si ka mundësi që i shtohen votat. Pra, mbase erdhi në pushtet me zi, erdhi në 2013, fal aleancës me LSI, që nuk vinte dot nëse s'bënte atë aleancë, dhe sot ka 83 mandate. Teorikisht ai vet nuk ka pse ma në i premtim, domethënë se në fakt përderisa ai ka perfeksionuar sistemin. E ka mandatuar qytetari. Ka perfeksionuar sistemin, se unë nuk besoj që i ka fituar zgjedhjet. Ai i ka vjedhur zgjedhjet. Dhe përderisa perfeksionon sistemin që u merr mandatet shqiptarëve, votat në parlament, për mandatet në parlament, nuk ka pse ma premtime Edi Rama. Problemi këtu është që duhet ta lexojnë shqiptarët që ai nuk ka ndërmend më në i premtim. Po, një sekond, kjo na hap një diskutim tjetër. Çështja është, nëse i vjedh zgjedhjet dhe jo vetëm nuk mban, po tani kemi arrit ke një fazë e re postmoderniste, as nuk bën premtime për të ardhur nuk lodhet fare më që të bëjë premtime. Në pushtet. Në këtë rrethon, qytetari vet çfarë mund të bëjë përveç protestës? Nëse nuk ka, qytetari nuk mund të bëjë asgjë tjetër përveç se protestës. Pra unë besoj që ky ka ngrit një sistem që ky nuk largohet më vetëm ditën e zgjedhjeve, se pa ato e ka akaparuar pjesën e ditës votimit. Ky largohet vetëm me protesta dhe demonstrata. Pra që opozita nuk është se i artikulon këto demonstratat, opozita është ke protestat paqësore, gandiste është opozita jonë, unë nuk besoj që ikën në atë lloj forme. Ky presionin e do më të lartë, pra që ky t'jap dorëheqjen. A mund të jenë dhe faktorë social të tjerë jashtë opozitës zyrtare? Po ka faktor social. Tani unë nuk po them që ne do të presim nga jashtë, pra se nga jashtë tani duket që ti je fansi i Bjondit në Fojza. Unë jam fansi i Bjondit në kuptimin makro, por nuk është se pres që Bjondit të rrëzojnë Edi Ramën. Këtë duhet ta bëjnë shqiptarët, ashtu siç po e bëjnë popujt e tjerë në Bullgari, në Serbi e kanë detyruar Vučićin që të shkojnë zgjedhje. Pra shqiptarët duhet ngrihen vetë, të rrisin presionin edhe të kuptojnë që me këtë nuk ka rrugë më. Pra u ka premtuar siç i pante sinkroni më parë, ka premtuar tren elektrik, nuk ka. Pra, sot do 2 orë të shkosh në Durrës, jo me tren elektrik, po edhe me makinë që e kishim rrugën. Edhe me makinë elektrike. Edhe me makinë elektrike do 2 orë të shkosh në Durrës. Sot nuk ka naftë në Shpirak, që ky doli, se sot këta po thonë vajtin Venezuelë për naftën, Bjondi, kujtun. E mani mend gjithë shqiptarët që ky doli me bënte spektakël me Belindën. Bënte spektakël. Vishnin ato uniformat. Bante konferencat jashtëzakonshme.
këtu është zbulu nafta më e mirë se cilësia në Arabi Saudite, ku diun pralla me mret, sot nuk ka asgjë. Sa po ka dalë dhe një... deklaroj atëherë se do ta risjell këtë. Jo vetëm që e zbuluam naftën, u caktuan dhe mënyra si do përdoreshin ato fonde dhe si do kurseheshin. Krijoi fond sovran, pra krijoi fond sovran që aty do fusin durë, do marrin sa herë të kenë nevojë këta, do shpërndajnë pralla me mbret. Dhe më e fundit është se ka dalë dhe kemi edhe një lajm sot që kishin nxjerrë këto të Instituti Statistikave dhe Monitori, revista Monitor, që 53, pra mbi gjysma e shqiptarëve i kanë bërë llogaritë që këtë vit do jetë një vit shumë i keq ekonomik për familjet e tyre. Dje kishim prapë një statistik tjetër që paga e 2020-s me pagën e sotme, që ky thot po i rris, është 140 euro më pak. Po ka më pak fuqi blerëse. Ka më pak fuqi blerëse, pra se janë rrit çmimet, janë rrit shpenzimet, inflacioni, ky s'ka inflacion këtu. A ke pa njëherë të indeksohet inflacioni? Nuk indeksohet asnjëherë inflacioni në Shqipëri. Tani vitin e fundit po bën propagandën gjasme, do e thot, do e bëjnë pensionistëve 1800 lekë. Edhe indeksimin do e bëjnë si do i shefi atij, pra çdo muaj, me 100 lekë në muaj. Pra ka një situatë që duhet shqetësoj njerëzit, duhet kuptojnë njerëzit që sido që të shkojnë situata, kushdo që të vinë nesër në pushtet, është më mirë se sa kjo gjendje në cilën jemi sot. Nuk ka arsye ai që të ndryshojnë, nuk ka arsye ai që të mbajnë premtime dhe në rrethanat në cilat ndodhet, që është i kapur nga gjitha anët e Dirama, nuk e ka mendjen tani të punojnë për shqiptarët, e ka mendjen si të shpëtojnë për vete. Tani, kam një kuriozitet tjetër për të rikthyer pak tek thelbi i temës, në fakt që janë projektet e lëna rrugëve. Kemi parë në këto 4 mandate edhe nga prokuroria, edhe nga kontrolli i lartë i shtetit, edhe nga intervistat e Ahmetajt apo kujdo që ka folur që sidomos me zbërthimin e skemave 5D, 5B dhe 5 çdo iniciale tjetër, një nivel vjedhje të panjohur në historinë e Shqipërisë, vjedhje 100%. Pyetja ime është, kjo pjesa e projekteve që nuk mbarojnë, i bie të jetë 200%, është akoma më e pa diskutim, janë duke vjedhur akoma, domethënë që janë të pambaruara. Kjo është, shiko, ka një gjë. Se dakord, e dinim që vidhej në tendera, po bëj puna dhe kishte 1% që fironte. Kush e mban mend këtë në 2013 kur ka ardhur në pushtet, se atje po e nis gjithmonë sepse është vetëm një herë që ka pas një program dhe ka pas. Po me atë mund të referohemi. Me atë mund të referohemi, se nuk e ku i referohesh tjetër këtij. Të gjitha akuzat që ka bë ky njeri për ish qeverinë e mëparshme i ka kthy në sistem vjedhje për vete. Pra nëse mund të themi që ky ka pas një premtim, premtimi i vetëm i këtij, i pa thënë, ka qenë që unë do vjedh në mënyrë spektakolare me këto që kanë ikë. Pra i ke miliardëshe lek shkeljet që ka kap kontrolli i lartë i shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit nuk është i opozitës. I ke skandalozë. Nuk i kontrollon gjitha institucionet për njëherë. Nuk i kontrollon gjitha për njëherë. I ke plus që çdo shkelje që kap kontrolli i lartë i shtetit, as prokuroria nuk bën ndonjë përçapje që të kthejë në gjë mbrapsht në buxhetin e shtetit, se në finale ç'a duhet jetë, se po themi edhe drejtësia, sistemi i drejtësisë. Sistemi i drejtësisë është sa para u kthehen mbrapsht shqiptarëve nga ato që ka vjedh qeveria Rama. Deri tani ka zero. Pra ka zero para të kthyera mbrapsht. Deri tani puna e Spakut është fiasko. A mendoni Gurra se mund t'i dështoj ky modeli apo për aq kosa pompojnë lek nga aktivitetet jashtëligjshme mund të qëndrojnë në këmbë ekonomia shqiptare? Po shiko, ky nuk është një model i panjohur, pra ka ekonomi edhe në vende të tjera të botës që kanë funksionuar për një periudhë kohe të caktuar mbi marrëdhëniet me krimin dhe me narkotrafikun. Kanë ekzistuar Shtetet e Amerikës Latine, për shembull, ka një gjatë. Ajo që duhet të themi na është finalja. Finalja do të thotë që popujt e çdo vendi, e çdo shteti që integron narkotrafikun në shtet dhe bën sistem korrupsionin, fundi aty populli është mizerabël. Dhe siç e shohim edhe në Venezuelë, se po bërtasim që ka naft, po populli ka ik 1/3 e popullsisë aty Maduros. I kanë ik 8 milion njerëz, i kanë ik edhe fakti që ata e morën edhe arrestuan është se gjithë ata shkojnë në Amerikë. I merrte me kamiona me gjitha dhe i çonte i derte në Amerikë që ti ushqejnë Amerika, popullin e vet. Pra fundet e këtyre lloj sistemesh nuk janë të panjohura, nuk janë për herë të parë, por popujt
do ta vuajnë pasojën. Popujt e kanë vujt pasojën e këtyre dhe popujt do ta vuajnë. Kështu do ta vuajnë edhe shqiptarët, pavarësisht se mund duket sot që ky është i pamundshëm, ky nuk është i pamundshëm. Pra shqiptarët duhet t'i harrojnë gjitha çështjet politike. Nuk ka rëndësi fare, pra po them nesër, nëse vjen Berisha nesër, le të ngrihen prapë, për një vit le ta rrëzojnë prapë Berishën. Ose një parti tjetër, kushdo që të formojnë një qeveri nesër, le të ngrihen prapë, ta bëjnë kulturë shqiptarët që a ka mundësi një herë 2 vjet ta ndrojnë qeverinë. Një skemë italiane. Një skemë italiane, nuk e ka gjetë gjë Kosovën, pra nuk e gjeti gjë Kosovën që i ndron që ka heq 4 herë Albin Kurtin. Ka heq 4 herë Albin Kurtin. Edhe votojnë me 51%. Pra ne do të fusim një kulturë demokratike që qeveritë që nuk punojnë mirë duhet rrëzohen. Qeveritë që nuk punojnë mirë duhet rrëzohen, të hyjë kjo kulturë demokratike. Skandali i parë do mjaftonte se Belinda Balluku besoi do të kishte rrëzuar. Po ky duhet kishte ikë që në 2017-ën, 2016-ën që kanabizoi gjithë Shqipërinë. Po. E zhduku bujqësinë. Pra filloi ai deshiku me armët kimike që po me armët kimike u tërhoq se e dim historinë si u tërhoq, e vetmja herë që u ngritën shqiptarët në mënyrë të çuditshme se si u ngritën atëherë dhe filloi kanabizimin, po kanabizimi ka sjell ato sot që fermerët shqiptarë kanë falimentuar, fshatrat shqiptarë janë boshatistë. Prej kanabizimit, sepse ky teoria e këtij ishte që mbill drog. Nuk ka rëndësi nuk duhet merret me gjë tjetër fshatar, mbill drog, merre shesin njerëzit e qeverisë, shesin ministrat, shesin policët e ruajnë e gjitha me radhë. Ja ku na solli sot, ke fshatra të boshatisura. Me që e nisëm bisedën që ore ku çon ky model, ja ku çon ky model. Nuk ka bujqësi më sot në Shqipëri, gjitha i importojmë. Importojmë fruta perime, importojmë drithra, mishin, bylmetin, pra gjithçka e kemi të bazuar në importin. Zoti na ruajt në një blokadë nesër ose në një luftë, në një gjë ku di unë, na vdesin për bukë. Kjo ishte fjalia shumë simpatike, paksa agresive, por është realitet se janë me statistika, i kemi gjitha importe. Është shqeto. Një koment, me që jemi të dështimet, ta mbyllim me sukseset. Suksesi madh i kryeministrit Belinda Balluku është ende e lirë. Pavarësisht se i ka se thonë dhe Rama, po Belinda Balluku i ka akuzat, është e pandehur direkte. E thash herën e fundit kur ishim këtu, pra që unë nuk besoj se do e mbajnë, nuk ka për ta mbajt Belinda Ballukun. Ai është duke bërë kalkulime. Do të thonë, vetëm gjë që ka aftësi të mirë Edi Rama është një kalkulator i papar. Pra i bën kalkulime, nuk pyet ai për Belinda Ballukun, ai nuk pyet as për bashkëshortën e vet nëse do i ngushtohet laku në fund. Nëse e kanë emrin Linda, e kanë do të thonë nuk e njeh kush ka punu me Ramën, se ne njohim edhe ju njihni njerëz që punojnë afër me Ramën, edhe unë. Ai nuk ka ndjeshmëri të tilla. Ai nuk ka sensitete njerëzore që të mbajnë dikë. Ai ka vetëm veten e vet. Nuk ka pasardhës, se e pam ku përfundoi një që pretendonte për pasardhës, përfundoi në qelitë e burgut. Me që jemi të zyrat e shtypit edhe të bashkëpunëtorët, për ndrifugun është bërë lajm tani që nuk jeton më në Shqipëri. Po e kam dëgjuar dhe unë që ka ikë, po nuk i di dhe vetë me i bë këto punë, kështu që nuk është se i prish punë shumë, më di se ka ikë ndrifuga, pra nuk besoj se Edi Rama do bëjnë një luftë shumë të madhe për Belindën. Ai thjesht po mendon tani se ai do negociat. Ai do negociat. E vetmja gjë që unë kështu e besoj unë dhe kështu e them që Edi Rama do negociat për të ikë nga pushteti, për t'u larguar nga pushteti. Pra garanci që mos ta preket. Garanci që mos të preket. A do e marr apo s'do e marr këtë garanci, duhet ta presim dhe ta shohim. Të po kërkon Edi Rama, ndërkohë me që nisëm këtë pjesë me dështimet dhe premtimet e pambajtura të kryeministrit, një premtim i mbajtur është hidrovori i Durrësit, i riu, sapo ka shpërthyer sot. I cili po përmbyt qytetin sërish. Mirë shumë keq për qytetarët e Durrësit. Kolegët e redaksisë informacionit ndodhen në terren për të raportuar situatën në vendngjarje, do ju lë më pas në shoqërinë e tyre. Unë do t'ju